Shqiptarët po e qindor nga tendenca për të patur një shtëpi të dytë banimi në zona turistike. Kriza ekonomike ka ndryshuar dhe mentalitetin e shpenzimit të parave. Mentor Laha, edhe pse I ka mundësit financiare, thot se kostoja e blerjes së një apartamenti, mobilimi si dhe mirëmbajtja janë një shpenzim jo me leverdi për të. Po të gjitha këto janë faktorë që ndikojnë, mua më riskojnë shumë, të marrë një kapital që rri ngurtësuar kot pa u shfrytzuar, vetëm për 2 javë nuk ja blen. Do të kesh kapital shumë tjetër për të kështu që nuk ja blen. Mund të marrësh një shtëpi me qira për 2 javë që shkon për pushime. Deri në vitin 2007, shitja e banisave në zonat bregdetare ka qenë e kënaqshme, por më pas pati një bllokim të këtij tregu që për vite të tëra nuk po njeh ringjallërim. Sipas ndërtuesve, nuk është vetëm kriza ekonomike që step qytetarët të bëjnë blerje të tilla, por kur në këto apartamente mungojnë uji, dritat apo kanalizimet, atëherë interesi I qytetarëve është I ulët. Për shembull, Durrësi ka problemin më të madh, ujin, kanalizimet që I ka. Saranda ka dënësinë e madhe. Qofse në Sarandë mund të blehen edhe si shtëpi banimi, në Vlorë të gjitha duhet blehen si shtëpi të dyta. Qofse do përmirësohet pak ambienti, klima, administrimi, infrastruktura, ato përsëri kanë vlera. Se në fundit duhet kuptojmë ajo është pasuria e shqiptarëve. Qytetarët nuk janë njohur as nga ofertat e ndërtuesve që në disa raste kanë ofruar dhe okazione. Sipas agjentëve imobiliar, tregu është I mbushur me oferta, ndaj dhe çmimet kanë patur një rënje që shkojnë deri në 30% në varësi edhe të zonës. Ka okazione, edhe okazioni ka ardhur si rezultat I mungesës së lekëve, së parave, se në qoftë se banka do jepnin kredi, në qoftë se do kishte punësim, në qoftë se emigrantët do silnin të ardhur siç kanë sill vazhdimisht, do kishte lekë edhe sigurisht nuk do kishte okazione. Agjentët shkojnë edhe më tej kur thonë se përkeqësimi I kushteve të infrastrukturës ka detyruar që shumë prej banorëve të nxjerrin në shitje banesat e blera në vite. Në këto kushte është qeveria ajo që duhet I jap vlerë zonave të tilla përmes investimeve.